Rezistencës 90-s e tutje, menoj një strukturën e partive edhe mënyrën e organizimit mbi të gjitha ideologjitë. Edhe ku i shoh këtë një farë mënyrë këtë agresionin e të gjithve kundër lidhjes demokratike më duket pak a shumë si Real Madridi. Këj thonë që Reali pagun arbitrat, Reali e pagun dhomën e varit, Blerimi thot atje është një regjisor që mund të jetë Lutfi Haziri, etj. Ato janë procese shumë natyrshëm të mëshme demokratike, sipas meje. Nuk e di se pajtoheni me këtë Lutfi Haziri? Natyrisht po. Unë e di që Lutfi Haziri është Guns N' Roses i LDK-s, por nuk e kam ditë që LDK-ja është Real Madridi në skenën politike në Kosovë. Definitivisht po. Në kuptimin El Clasico politike. Po, t'ja thëmë të vërtet për Halilin. Halilin, Alternativën Shqiptare, në fillim të viteve 90 ka qenë kryetari i Parlamentit rinor që është në kohën kur unë ka qenë këshillin iniciues të rinisë demokratike të LDK-s, është forumi rinor i sotshëm për shembull. Ka udhëheq me politika të rinisë në vitet 90-ta, që ka qenë deri në Kongres Amerikan atë kohë. Po kur se ka përmend, kështu që për këto vite që po kalojmë dekada, se ka përmend rolin e tij të viteve 90-ta. Edhe pse fatin e luftës e kemi pas ne, do të kemi qenë në burg, rrobat luftës. Po situata edhe jeta na ka përplasur që kur thot Halili që je Real Madrid në skenën politike, si parti politike do të më morë shumë seriozisht, se edhe mos jellë përgjithshëm karshi situatës. Interesant, nuk e di nëse Real Madrid ose Bayern München. Më vetëm e di që mysafiri im i radhës është dhe i fundit për ta prezantuar sot është zoti Xhavi Drenori. Në krahun tim djathtë dhe është Drenori i cili për herë të parë del përballë Hazirit, nëse nuk gaboj, në studion televizive. Drenori ka qenë shumë kritik në raport me gjithë përmbajtjen e paraqitur dhe të publikuar. Në fakt e ka po nga dy në politikon një natë më herët me mbrëma Drenori me se kjo ardhur fillimisht në studion e politikës, besoj që sot do të jetë një mundësi e mirë për të ballafaqur që të gjitha. A flet kjo për demokraci, ajo çfarë u publikua nga mediat? Në fakt, apo flet për problemet e tjera? Statën unë edhe mbrëm e thash që shon nga dy këndvështrime të ndryshme. E para është që ka demokracia, tu ka demokracia dhe lejohen këtu çka ka ndodhur, dhe e dyta për dëmet që mund t'i shkaktohen në këtë fazë, tu i pas parasysh që LDK-ja është në procesin e reformave. Prandaj këto dy këndvështrime të cilat unë ndjej kam shfaq këto aq sa kam mujt, sot do të kemi mundësi që të analizojmë dhe të ballafaqojmë me zotin Azir, përndryshe jam shumë e i lumtur që jam sot në këtë panel dhe gjithashtu e i lumtur që në krahun respektivisht në taburin tonë sot e kam zotin Matushi dhe të paktën thumbave të teprum nga një herë që i drejton, sot besoj që i redukton sepse jemi edhe fizikisht shumë afër. Sot je i lumtur që nuk do ta kesh kundërshtar Matoshin, do ta kesh oponent